Do shkojmë pak bashk pas në histori, aty rreth viteve 600 para Krishtit. Mbreti Nebukadnesar i Babilonis, mbretëria më e madhe e asaj kohe, pushton Izraelin. Ai merr Jeruzalemin edhe pastaj merr gjithë popullin e Izraelit, përfshirë elit, drejtues, edhe i merr në Babiloni. Tani, si imagjinoj unë popullin e Izraelit aty në Babiloni, dhe kam një arsye pse imagjinoj kështu, por le të shikojmë se çfarë u shkruan profeti Jeremia popullit që është në mërgim. E gjejmë tek kapitulli 29 i librit Jeremias, vargjet 5 deri në 7. Jeremia shkruan: ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, mbillni kopshte dhe hani frytet e tyre. Merrni gra dhe bëni bi dhe bia. Merrni gra për bijt tuaj dhe martojni vajzat tuaja që të lindin bi dhe bia, me qëllim që atje të shumoheni dhe të mos paksoheni. Dhe pastaj vazhdon: kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij. Kur lexova këtë varg, nuk e di si po imagjinoja izraelitët, nuk e di çfarë mendoni ju, po unë po imagjinoja sikur ishin me ato baulet, me valixhet, ishin në Babiloni dhe asnjëri nuk i kishte hapur. Ishte një gjendje nder, populli i zgjedhur i Zotit, tani krejt papritur, ishte në robëri. Ata ishin mësuar që të fitonin, beteja pas beteja, kishin parë dorën e Zotit duke bërë mrekulli pas mrekulli, dhe ja ku janë tani në robëri. Dhe fakti që Jeremia i thot: hapini valixhet, më duket mua sikur i thot: ndërtoni shtëpi, banoni to edhe bëni atë punën që po bënit edhe në Izrael. Edhe unë mendoj që situata e Izraelit në fakt është një simbolik edhe situatës sonë sot. Edhe jo thjesht një hipotezë, por sepse përgjatë gjithë letrave në Dhjetën e Re ne i shikojmë besimtarët që të përshkruhen si shtektar, si të huajnë edhe. Jezusi tha: ju jeni në këtë botë, po jo të kësaj bote. Që do të thotë, ne jemi të gjithë këtu në një farë mënyre si Izraeli. Jemi mes një populli, por ne i përkasim mbretërisë së Perëndisë. Edhe prandaj dua që të shohim pak këto parimet që Zoti po i thot Izraelit dhe se si ato mund t'i përkthejmë në parime për jetën tonë sot, për të gjetur atë hapin e radhës që unë besoj që kjo është fjala edhe ajo që Zoti ka për gjithsecilin prej nesh dhe për ICF-n sot. Në fakt, kur shikojmë në letrat se si Pali flet për planin e madh të Perëndisë që ka për gjithë njerëzimin, është një fjalë që Pali e përdor edhe ne e shikojmë si një temë të përgjithshme, që është oikonomia. Tingëllon fjalë e njohur, po? Është si ekonomi. Dhe në fakt fjala ekonomi vjen nga fjala oikonomia, por ndërkohë nëse do bënim një paralelizëm, oikonomia do ishte ekonomia e Perëndisë për njerëzimin. Edhe ajo që, nëse mund të shkojmë prapë tek slajdi parë, ajo që Jeremia ju shkruan popullit të Izraelit, është ajo ekonomia individuale, që do të thotë administrimi i shtëpisë, mirëqenie, të qenit i plot, të qenit një administrator i mirë. Si mund ta ilustroj ndoshta në mënyrë më praktike? Ne kemi disa instrumenta këtu, dhe secila prej tyre ka një tingull, ka një mënyrë unike se si luhet. Ndoshta kjo bateria do kishte atë ekonominë e vet, ose tingullin e vet. Piano, keyboardi apo kitara. Por kur ato luajnë bashk, ato bëjnë një muzikë. Që kjo do ishte ajo oikonomia, që është plani i Perëndisë për gjithë njerëzimin. Dhe unë besoj që Jeremia po sjell vëmendjen e Izraelit pikërisht këtu. Shiko, jeni aty edhe do rrini gjatë. Në fakt ne dim që ai thotë do të rrini 70 vite aty. Kështu që filloni të bëni atë ekonominë tuaj, të ndërtoni shtëpinë,
t'jeni besnik me atë që juve ju është dhënë, por edhe i sfidon që të luten për mirëqenien e qytetit të tyre, sepse nga ajo varet mirëqenia e tyre. Ndonjëherë, ne si besimtar e kemi të çuditshme atë ekonominë tonë. Disa nga ne krijojnë ato bunkerët edhe izolimin e vet. Unë jam mirë, Zotin e njoh, më ka bekuar, kam një punë, kam një kish, do rri se nuk përzihem dot me botën. Ndonjëherë sepse është e rrezikshme, ndonjëherë sepse nuk duam që na prishet kjo oazi dhe kjo gjëja që ne kemi për veten tonë. Mbase kështu po bënte Izraeli kur shkoi në mërgim. Ose mbase po thoshin ne jemi populli i zgjedhur i Izraelit, përzihemi ne me këta. Edhe ndonjëherë ne si besimtar kemi një formë vetdrejtësie, dominance, tip snobi që unë kam marrë shpëtimin falas. Unë kam siguruar përjetësinë. Ekonomia jo ndonjëherë është e çuditshme. Shpesh është një shkrirje me kontekstin ku jemi, duke harruar vlerat, atë për cilën jemi thirrur. Dhe atë për cilën jemi thirrur të bëjmë edhe të reflektojmë. Por në fakt, ka një ekonomi tjetër për cilën populli i Izraelit është thirrur, ka një ekonomi tjetër për cilën ne sot jemi thirrur si shtektar në këtë botë. Edhe ajo është për të qenë dhurat aty ku ne jemi. Dhe jo vetëm për të qenë dhurat, por edhe për të qenë të qëllimshëm, për të kërkuar mirëqenien e konteksteve, e lagjeve, e familjes, e punës, e qytetit, e vendit se ku ne jemi vendosur. Jeremia nuk i thot popullit të Izraelit, tregojini atyre se kush jeni ju. Ju jeni popull i zgjedhur. Jo, ai thot, bëni me besnikëri atë që ju jeni krijuar të bëni. Ndërtoni, mbillni, shumohuni që mos paksoheni. Edhe t'jeni gati për atë që Zoti ka për hapin e radhës. Kështu që pyetja ime dhe nxitja ime sot për gjithë ne është, kush është ekonomia jonë? Edhe ndonjëherë ne themi, po ti më jada se dit, qa burri kam unë, qa pune kam unë, ç koleg. Po dhe tani që e lash Shqipërinë kam edhe tjera atje ku jam në migrim. E di ekonomia jonë është të administrojmë mundësit dhe individualitetin që Perëndia na ka dhënë sot, aty ku jemi, për të ndikuar komunitetet që ne jemi.